Vije të re që protestuesit nuk e kanë vetëm me kryeministrin Rama, pasi kemi dëgjuar edhe thirrje ku kërkojnë që Berisha të futet në burg apo Rama në burg, duket sikur e kanë me gjithë klasën politike të vjetër. Lexova diku që thoshte që Shqipëria është i vetmi vend në botë ku protestohet edhe kundër opozitës. Kjo për shkak se është krijuar perceptimi që parlamenti, të gjithë ata në parlament janë bashkë, bën një lojë të madhe, sikur janë kundër njëri tjetrit, grinden, ndërkohë që në tavolinë apo në takime të mbyllura duket sikur ndajnë ato pjesët, aksionet me njëri tjetrin. Dhe ky perceptim sa vjen dhe është thelluar gjithmonë më tepër. Kjo Berisha në burg thirrje është edhe për shkak se kryedemokrati Sali Berisha doli kundër protestës në ditët e para të saj, madje duke thënë që ne mbështesim projektin, është gjithçka në rregull, është biznes privat, edhe unë do e kisha dhënë. Dhe kjo gjë e nxiti akoma dhe më tepër atë ndjenjën e revoltës, sepse u duk sikur ajo perceptimi që këta janë bashkë u forcua dhe më tej. Dhe lindi nevoja për një frymë të re, për një lëvizje të re, dhe ajo është çfarë pritet realisht nga kjo protestë, por që në këto 30 ditë, përveç se shpresës që do të nxjerrë, nuk duket se po e jep. Në qartë, kërkojnë në fakt dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sa mendoni që mund të prodhojë një rezultat të tillë? Duke parë edhe reagimet e kryeministrit, duke njohur vetë